Defekti I rënd në tubacionin kryesor që la qytetin e Vlorës pa ujë të pishëm për 5 ditë me radhë do të hetohet nga institucionet përgjegjëse. Pasojat e ndërprerjes së furnizimit me ujë prekën mijëra familje, biznese dhe institucione publike, duke e krijuar një situatë pa precedent për një qytet turistik dhe qendër urbane si Vlora. Mësohet se organet ligjzbatuese kanë nisur veprimet e para procedurale lidhur me këtë ngjarje. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës ku ndodhi defekti, për të dokumentuar me saktësi momentin, rrethanat dhe çdo element që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Po ashtu burime nga policia dhe prokuroria bëjnë me dije se pasi çështja të regjistrohet zyrtarisht për hetim, fokusi do të jetë jo vetëm te shkaku teknik I defektit, por edhe te mënyra se si është menaxhuar rrjeti ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Hetimi do të synojë të përcaktojë nëse defekti ka ardhur si pasojë amortizimit të tubacionit, mungesës së investimeve, neglizhencës në mirëmbajtje apo faktorëve të tjerë që mund të kenë ndikuar drejt për drejt në këtë situatë. Ndërprerja e furnizimit me ujë për 5 ditë solli reagime të forta nga qytetarët, të cilët u përballën me vështirësi serioze në përditshmëri. Kjo problematik nxiti gjithashtu edhe protesta të forta.